Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, jemi përsëri me Renis Gjonaj në episodin e radhës për të vazhduar bisedën rreth forumit dhe çfarë ka përfituar nga forumi. Mirë se erdhe Renis. Mirë se u gjeta. Zoti shpërbleft. Zoti ju shpërbleft. Dhe për kohën dhe angazhimin tuaj. Amin, inshallah Zoti ju shpërbleft dhe ju për mundësitë dhe për këtë hapësirë shumë bukur që na mundsoni. Me që po themi nga studentët e parë të forumit, nëse do ishe student sot, çfarë do këshilloje vetes tënde për t'i bërë nga ato që si ke bërë më të kohë? Ne vazhdimisht e kemi si nostalgji, themi kemi mbaruar studimet, tu kthehet dhe jesh në shkollë. Nuk kthehesh dot më sepse jeta fillon rutinën e vet. Dy këshilla do kisha tek se do të kthehesha. Mos u ngut dhe bëj sa më shumë gabime. Këtë fundit s'pa kuptoj. Nuk është se nuk duhet dish çdo gjë. Gjëja më e mirë do të ishte domethënë që duke bërë gabime ti kupton normalisht se si duhet t'i rregullosh, si duhet t'i përmirësosh sjelljen tënde, karakterin tënd, qoftë edhe për të arritur një eksperiencë tënde personale. Normalisht pa pjesën e gabimeve, pa u angazhuar, ose domethënë nëse ti je aktiv, angazhohesh dhe përfshihesh në çfarëdo lloj pune, vepre, do të qelloj që do bësh gabime rrugës. Gabimet janë ato pastaj që ne na formojnë, pra si thash, përgjegjësia, korrektesa. Normalisht janë dy virtyte, por nuk është se vinë shumë kollaj. Domethënë ne jemi insan, pra jemi gabimtar. Kështu që duke bërë gabime, normalisht të formojnë dhe t'japin atë eksperiencën e duhur, që në fundit ti ke atë vetbesimin e duhur për të thënë që shive se kjo është e duhura dhe kjo nuk është e duhura. Pse? Sepse e kam përjetuar në shpallën kurriz, pra kjo është ideja. Mirë, për ta përfunduar për shkak minutazhit, cili është një nga amanetët që ti e ke marrë atëherë dhe do t'ja japësh brezit të ri? Me të drejtën mbaj mend që kur kemi qenë në atë takimin e parë që u vendos dhe kjo slogani vendos gjurmën tënde. Pra ishim të gjithë aty pjesë, ishte edhe përpërndim dhe njëherë Indrilitën, qenë dhe ti dhe kemi qenë disa student, ku prapë edhe njëherë u hodhën ide, u morën, u përshtatën dhe çdo gjë tjetër. Do të thoja të kishim vazhdimsi dhe jo kopim. Të mbahet një traditë, por tradita jeton duke u zhvilluar. Jo vetëm thjesht duke u si thua, duke u kopjuar. Sepse nuk është thjesht një kujtesë ngrirë, po është vetdije që ecën. Jo thjesht ta ruajmë siç ishte. Sepse nëse e ruajmë siç ishte, nuk ka, është thjesht një send bosh. Pra duhet ta kuptojmë pse ishte. Kur humbet pastaj kuptimi, pra thjesht kopjojmë se kështu e kanë bërë të tjerët, okay? Pra ngelet si thjesht një strukturë, po nga brenda bosh. Edhe njeriu kur u krijua, ishte një strukturë boshe. Pastaj ju dha shpirti, ju dha kuptimi. Kur erdhi tek stomaku, erdhi uria, donte të hante, donte të ushqeshte. Dhe kjo çfarë sjell? Sjell atë angazhimin që ne duhet të jemi gjithmonë aktiv, të sjellim ide, të përshtatemi, por normalisht edhe duke mos patur, pra zhvillim duke mos patur komplekse. Duke ndar, siç thash, idetë dhe duke marrë përgjegjësitë. Duke nguruar për të rritur vlera. Vlerat janë shumë të rëndësishme. Duhet përfshihemi, nuk e kemi ne pse qoftë edhe këtë pjesë të podcastit. Kjo është diçka shumë e bukur, është një eksperiencë. Po patjetër. Pra është një eksperiencë që ndoshta nuk do ta kesh më mundsinë. Ngelet. Po është diçka që lën gjurmë. Të lën gjurmë, një mesazh. Të lën gjurmë, të lën pra të bën pjesë e një mesazhi. Kjo që ne po bëjmë të dy bashkë është e incizuar, është e regjistruar. Nesër pas nesër ndoshta do shihet edhe një herë. Po patjetër.
nga një brez që do thotë, shiko se pas kanë qenë këta, pas kanë hedhur disa ide, pas kanë thënë diçka pak më ndryshe. Pse mos të bëjmë edhe ne diçka të tillë, po ndoshta me nuancat më moderne, ndoshta me nuancat pak më të përshtatshme për brezin, sepse pas brezit do të krijohet ide. Ndryshohet ide. Renis, duke patur parasysh edhe minutat po themi po ikin, unë të falenderoj shumë që ishe pjesa jonë. Njëkohësisht je prej atyre studentëve, pra ish studentëve që akoma kontribuon tek forumi. Je i gatshëm për trajnimet tuaja që ke marrë 2025-ën, po i mandë ke 2026-ën, ke marrë edhe vite më parë. Patjetër. Edhe njëkohësisht e kontributi jot qoftë dhe financiar. Ke qenë gjithmonë i gatshëm për të mbështetur këtë projekt ide dhe jenë nga njerëzit e vetëm po themi, ose nga paktet që ne kemi, që e shef dhe kontributin jo thjesht tek kategoritë në nevojë, por e shef tek projektet apo tek idetë. Zoti shpërbleft. Nuk është, do të thoya edhe këtë pjesë që është një ndihmëz që ky forum ma ka dhënë. Ka qenë diçka që, si thua, më ka thënë që nuk je vetëm. Që thua, se ndoshta duket i çik kështu, po ky forum dha dhe partnerin e jetës, dha dhe bashkëshortën këtu e njohur. Këtu kam krijuar familjen. Pra, kjo është ideja, pra që është diçka që me të vërtet kalon gjurmë. Kalon gjurmë, jo gjurmë, po është vulos. Shtylla. Pra, është diçka që, si thua, këto lloj forumesh formojnë atë që quhet komunitete. Po formimi i komunitete, pastaj sjell breza nga komunitetet, ne ndim nga historitë që po marrim edhe pjesën e themelimit për Perëndurisë Osmane, ka qenë thjesht një klan, pra ka qenë një komunitet, ka qenë thjesht një fis që duke u zgjeruar pastaj pushtoi gati botën. Edhe një herë zoti shpërbler për kontributin tënd. Amin. Dhe kemi po themi sukses vërdushëm dhe gjatë jetës dhe ne me sonte po e mbyllim këtë episod. Ndoshta do na marr pak edhe minutazhe gjatë, kënaqësi që ishe pjesë e jonë. Zoti shpërblet.